Prokuroria e Tiranës kërkon burgim të përjetshëm për Blet Darjan Bellin dhe Kristaq Lecin të akuzuar për porositin e vrasjes së kryekomisiarit Artan Çuku në vitin 2017. Jan Belli akuzohet është porositi i vrasjes, ndërsa Leci ishte ndërmjetësi mes tij dhe Mikel Sharit, ekzekutori të vrasjes. Ky i fundit pranoi u arrestuar dhe pasi pranoi të kthehet në bashkëpunëtor të drejtësisë, u dënuar për vrasje me 10 vite burg. Shtallari asaj kohe vetëm 24 vjeç tha se ishte premtuar një pagesë 20.000 euro për vrasje dhe më pas krimin do të sistemohej prej tyre në Gjermani. Shtallari rrëfeu se pas ngjarjes kishte marrë vetëm një shumë prej 2.000 eurosh dhe shuma të vogla nga 200 deri në 300 euro të dërguara nga Leci e Jan Belli nga jashtë Shqipërisë. Më 8 prill të vitit 2017, rreth orës 20:10, ish drejtori i policisë së Vlorës Artan Çuku vra marrëmëzjarje në hyrje të pallatit ku banonte në Tiranë. Hetimet e prokurorisë për krime të rënda konkluduan se vrasja ishte kryer në bashkëpunim dhe për shkak të detyrës së tij si drejtues policie, duke e klasifikuar si vrasje punonjësve të policisë së shtetit.